Tani më është bërë një pyetje. A shëron meditimi trupin? Meditimi nuk është një kur direkte për sëmundjet fizike, por ka një ndikim të fuqishëm mbi trupin dhe mendjen, që mund të ndihmojë procesin e shërimit. Ja disa mënyra si ndihmon meditimi trupin. E redukton stresin, dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse stresi kronik lidhet me shumë sëmundje, si kanceri, sëmundjet e zemrës, diabeti e tjera. E përmirëson sistemin imunitar. Disa studime tregojnë se meditimi mund të rrisë aktivitetin e qelizave imunitare. E zvoglon inflamacionin. Meditimi ndihmon në uljen e inflamacionit në trup, që është i lidhur me shumë sëmundje kronike. E përmirëson gjumin dhe rigjenerimin. Gjumi cilësor është thelbësor për shërim, dhe meditimi e ndihmon këtë. Ndihmon në përballimin e dhimbjeve dhe emocioneve. Shumë pacientë me sëmundje serioze thotë se meditimi i ndihmon të menaxhojnë më mirë dhimbjen dhe frikën. Pra, edhe pse meditimi nuk zëvendëson mjekimin, ai mund të jetë një pjesë shumë e rëndësishme e një qasje gjithëpërfshirëse për shërim. Faleminderit që je këtu. Nëse ndjeve diçka të bukur gjatë këtij udhëtimi, kliko subscribe dhe bëhu pjesë e kësaj rruge shërimi së bashku. Faleminderit.